Mirë, jemi rikthyer sërish në këtë maraton zgjedhore për sa i përket zgjedhjeve të pjesshme vendore që mbahen në 5 bashki të vendit. Me mua në studio janë bashkuar 2 gazetarë dhe 2 analistë të njohur të zhvillimeve politike. Skënder Mingjozi, mirëmbrëma zoti Mingjozi, faleminderit që jeni me mua në studio. Dhe gjithashtu zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt. Faleminderit. Maraton zgjedhore. Zoti Çupi, do të doja fillimisht mendimin tuaj për sa i përket këtyre zgjedhjeve. Nuk e di në mendimin tuaj, çfarë i karakterizoi këto zgjedhje, përveç se sigurisht pjesëmarrjes së ulët? Çfarë i karakterizoi? Shumë gjëra, sigurisht, edhe pse zgjedhje me 5 qendra të vogla të vendit. Po ti shikosh si një vëzhgues politik, ke plot ide atje brenda, ke plot gjëra që po ajo çfarë unë do të theksoja 2-3 nga këta element që thonë karakteristike. E para mbi gjitha është ajo çfarë duket, dhe nuk është nevoja për shumë njohuri politike, është pjesëmarrja shumë e ulët. E dyta është që më në fund opozita ose Partia Demokratike më shumë pranoi se nuk mund të dalë në publik vetë, me fytyrën e vetë. E ke fjalën për mënyrën që ajo zgjodhi që doli pa lok. Angazhoi përfaqësues nga ajo që ajo quhen shoqëri civile, po njerëz që pavarur që në fundit janë të varur. Janë të varur.